Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dhe në mënyrë që të madhroni Allahun për udhëzimin që u ka dhënë, dhe që ta mbyllni muajin e Ramazanit me tekbire në ditën e festës së Fitr Bayramit, dhe që të tregoheni falënderues ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala për mirësitë që u ka dhënë. Në mbyllje të muajit Ramazanit pëlqehet që të bëjmë tekbire. Shumë dietar nga fjala e Allahut të lartësuar "Walitukabbirullaha ala ma hadakum" kanë përfituar pra tekbiret, me bërë tekbir në Fitr Bayram. Zikri në fundin e Ramazan, në fundin e ibadetit, në mbylljet e ibadetit përmendet në mjaft argumente të shariatit. Zikri pas namazit, zikri pas haxhit, dhe këtu përmendet zikri pra tekbiret pas Ramazanit. Forma e tekbirit: Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. S'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, walillahil hamd, dhe falënderimi i përket Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është forma e tekbirit. Do të flasim për këtë edhe më pas inshallah taala para festës së Fitr Bayramit. Por shumë dietar kanë përfituar nga kjo pjesë e Kuranit se në mbyllje të muajit Ramazanit bëjmë tekbire. Tekbiret janë transmetuar nga sahabët, janë transmetuar nga të parët e këtij ummeti. Ato fillojnë që nga momenti kur del nga shtëpia për të falë namazin e Bayramit e derisa fillon namazi i Bayramit. Pra bëjmë tekbire që nga momenti kur dalim nga shtëpia derisa fillon imami faljen e namazit të Bayramit. Por sipas shumë selefëve, tekbiret mund të fillosh që nga perëndimi i diellit në natën e Fitr Bayramit. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dhe që të madhroni Allahun subhanahu wa ta'ala për udhëzimin që u ka dhënë. Të madhrosh Allahun do të thosh të thuash Allahu Akbar, thuash Allahu është më i madh. Gjithashtu do të thotë të besosh se Allahu i lartësuar është më i madh se gjithçka. Allahu i lartësuar është më i madh. Krijesat janë kulmin e vogëlsisë krahasim me Allahun subhanahu wa ta'ala. Janë kulmin, gjitha krijesat janë fare pak kundrejt madhështisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Qiejt dhe toka në dorën e Allahut të lartësuar janë si fara në dorën e njeriut. Kështu ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pra ai ka thënë qiejt dhe toka në dorën e Allahut të lartësuar janë si fara në dorën e njeriut. Allahu i lartësuar është ai i cili mban qiejt dhe tokën që të mos zhduken. Po të mos i mbante Allahu i lartësuar qiejt dhe toka do zhdukeshin, do shkatërroheshin. Thot Allahu i lartësuar: "Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula." Allahu subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit do ta mbledh tokën në dorën e tij, në grushtin e tij, dhe qiejt do t'i palos në dorën tjetër të tij, në dorën e djathtë. Të dyja duart e Allahut të lartësuar janë të djathta. Edhe do thotë enel meliku ejna mulukul ard, unë jam gjithë sunduesi. Ku janë sunduesit e tokës? Pra këto argumente flasin për madhështinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Cilësitë e Allahut janë të përkryera, janë të përsosura, ai s'ka tmeta, ai s'ka mangësi. Pra besojmë se Allahu është më i madh se gjithçka në qenien e tij. Besojmë se emrat e tij janë më të bukur. Besojmë se atributet e tij janë më të larta, janë të përsosura, janë të përkryera, ai është pa tmeta, pa mangësi. Allahu i lartësuar është i gjithfuqishëm. Sikur të mlidhet fuqia e gjithë krijesave, ajo nuk është gjë para fuqisë së Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar është i gjithë dituri. Sikur të mlidhet dija e gjithë krijesave, nuk është gjë para dijes së krijuesit. Dhe dijen që ne kemi na e ka dhënë krijuesi subhanahu wa ta'ala. Prandaj El Khadir i ka thënë Musës alayhi salatu wassalam kur ishin në anije, edhe e pa një shpend duke marr ujë me sjepin e tij në det. Dhe i tha El Khadir Musës alayhi salam: "Dija ime dhe dija jote", i tha Musës, "është më pak se sa ajo që merr ky shpend nga deti." Allahu i lartësuar është më i larti, ai është madhështori, ai është më i bukuri, ai është i gjithë pushtetshmi, ai është gjithë shikuesi, gjithë dëgjuesi. Pra, të madhrosh Allahun gjithashtu do të thotë të besosh se ai është më i madhi.
cilësitë e tij janë të madhërishme, janë të përkryer, janë të përsosura, s'ka tmeta, s'ka mangësi. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ dhe që të tregoheni mirënjohës ndaj Allahut të lartësuar, falënderues ndaj Allahut për mirësitë që ju ka dhënë. Allahu i lartësuar na ka caktuar agjërimin, na ka udhëzuar që të agjërojmë, na ka bërë mbar të agjërojmë, na ka bërë të lehtë agjërimin. Kjo është mirësi dhe ne duhet falënderojmë Allahun subhanahu wa taala për këtë mirësi. Falënderimi i Allahut të lartësuar për mirësitë tregohet me zemër, t'ia dimë Allahut për mirësitë, tregohet me gojë, falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, tregohet dhe me gjymtyr duke zbatuar detyrat e fesë, duke u larguar nga gjunahet. Kështu që nëse ne zbatojmë detyrat e fesë, nëse ruhemi nga gjunahet, tregohemi falënderues ndaj Allahut të lartësuar. Prandaj Allahu i lartësuar thotë dhe në mënyrë që të tregoni falënderues ndaj Allahut të lartësuar, duke zbatuar detyrat, duke respektuar kufijt që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu shpëlef me të mira, walhamdulillahi rabbil alamin.